Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Për ditën e sotme, pra me datë 1 dhjetor të vitit 2025, Komuna e Tetovës shpalli ditë zije për tashmë veç të ndjerin këngëtarin dhe krenarin e Tetovës, i cili e bëri me nam Tetovën, gjithandaj nga shkon të thashtë unë jam tetovar, shpat kasapin, i qofti lehtë dhe e shfrytzuam këtë ditë për të vizituar komunën e Bogovinës, dy njerëzit e parë të komunës së Tetovës, Bilal Kasami dhe Albi Qamili. Arsyetimi se pse u zgjodh Albi Qamili Zëvendës, kryetari i komunës së Tetovës, nga kryetari i komunës së Tetovës dhe nga Këshilli Komunal i komunës së Tetovës ishte: kur do mungoj kryetari, atëherë zëvendëson zëvendësuesi, pra Albi Qamili. Dhe pse Albi Qamili nuk u zgjodh Albi Qamili me votat e qytetarëve. Por, nëse është për t'i besuar atë që e tha kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, se është më i votuari nga gjithë këshilltarët, dhe për pak nuk tha edhe nga BDI-ja, Albi Qamili, e tha diçka tjetër, se ai e rrëzoi BDI-n, Albi Qamili, me atë moshë të re, Allah dhe kot. Nëse Ali Ahmeti thoshte se kam shkatruar Jugosllavinë, atëherë ky Albi Qamili qenë ka më i fortë se sa Ali Ahmeti, sepse e ka shkatruar Ali Ahmetin, i cili e ka shkatruar Jugosllavinë. Dhe, miqtë mi, do dalim pak në një humor angles. Komuna e Tetovës pra shpalli ditë zije. Ishin të lirë kryetari dhe zëvendës kryetari. Dhe të dy jam synë Bogovinës. Pra, Komuna e Tetovës sot për disa orë ishte as me kryetar, as pa zëvendësin kryetar. Dhe unë do bëj një humor angles, verzioni për vizitën befasuese në Bogovinë. Në Tetovë, humor angles, në një zhvillim kretë befasues, kryetari i Tetovës Bilal Kasami dhe zëvendësi i tij Albi Qamili zbuluan sot se Bogovina ende ekziston në hartë dhe vendosën ta vizitojnë personalisht për të siguruar se nuk është larguar gjatë natës. Ata u pritën nga kryetari i ri, i cili sipas raportimeve ndodhej në humor të mirë, gjë e rrallë për një njerëz që sapo ka marrë një komunë me më shumë probleme se sa zyra i ka karike. Kasami në stilin e tij karakteristik deklaroi në Facebook se Bogovina po hap kapitull të ri. Dëshmitarët okular thonë se askush nuk ka parë kapitullin e vjetër, por supozohet se ekziston diku në arkiv, midis projekteve të nisura dhe premtimeve të papërfunduara. Ai premtoi bashkëpunim të ngushtë, aq të ngushtë sa që nëse ngjitet edhe pak, do duhet leje ndërtimi. Ndërkohë, zëvendës kryetari Albi Qamili postoi në Facebookun e tij të famshëm, ai që sipas burimeve e kontrollon më shpesh Facebookun se sa trafikun në Tetovë dhe portalin, duke thënë se presim bashkëpunim të mirëfillt. Ky është optimizmi i pastër që vetëm dikush me mandat të ri mund ta ketë. Burime të pakonfirmuara të humorit angles thonë se gjatë takimit të tre zyrtarët të pajtuan për një gjë, që fotografitë të dalin më bukur kur gjithë duken sikur po flasin për projektet e mëdha. Ishit me Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani.